Tani më lejoni të ftoj para jush deputetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotrin Abelar Tahiri, për ta përshëndetur tubimin. Shumë të dashur qytetarë të Libjanit, të nderuara familjet dëshmorëve, të nderuar veteranë dhe invalid të luftës. Shumë i dashur Endrit, djali i presidentit tonë historik zoti Dashim Doçi. Shumë i nderuar i kryetari i arshëm i Libjanit zoti Shukri Buja. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Libjanit. Sonde jemi më të bashkuar së kur. Sonde Libjani është ngritur. Sonde Libjani po flet me qartë së kur, se po i prin një ndryshimit madh. Dhe këtij ndryshimi do t'i prim me kryetarin të arshëm të Libjanit zoti Shukri Buja. Kjo është natë e fitores së madhe. Kjo është natë e hapjes së një kapitulli të ri për Libjanin. Kjo është natë e kryetarit të arshëm të Libjanit zoti Shukri Buja. Sonde Libjani është në këmbë për vlerat e Partisë Demokratike të Kosovës, për idealet e burrave që ngritën këtë familje politike, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasnishin e Shukri Bujen. Këta janë simboli lirisë, simboli përkushtimit, simboli besës ndaj Kosovës. Sot ne vazhdojmë me misionin e tyre, me punë, me dignitet dhe me vizion. Sot Shukri Buja është vazhdim i asaj pune të lavdishme që dikur ishte ushtria shërimtare e Kosovës dhe sot është Partia Demokratike e Kosovës. Libjani po kthehet në rrugën e duhur. Mjaft me mëngecje, mjaft me 12 vite me keqeverisje. Libjani ka pasur potencial të madh, mirë po është rënë pas dore. Tani po kthehet njeriu i shpresës. Tani po kthehet njeriu që ditë qeverisë. Tani po kthehet njeriu që ditë punoj. Dhe ai është kryetari i arshëm zoti Shukri Buja. Shukri Buja është njeri i fjalës. Shukri Buja nuk është njeri i premtimeve. Shukri Bujës i flasin veprat e mira. Për vetëm 6 vite qeverisje, Shukri Buja, në kohë shumë të vështira për Kosovën, arriti të sjellë rreth 60 milion euro investime për Libjanin. Këto 12 vite është fatkeqësi, sa as për sa afërti nuk është mundur t'i ofrohet të investohen këto para në kohën kur zoti Buja arriti të investojë në komunën e Libjanit. Prandaj, të nderuar qytetarët e Libjanit, ju kërkoj që këto ditë të angazhohemi gjithë së bashku, mobilizohemi në çdo lagje, në çdo fshat, në secilën shtëpi, që Libjanit t'i japim drejtimin që meriton. Dhe atë mund ta bëjmë vetëm me kryetarin e arshëm zoti Shukri Buja. Sot po e përmbyllim këtë fushatë zgjedhore, mirë po nikosisht po e nisim një rrugtim të ri për Libjanin. Dhe ai do të jetë rrugtimi zhvillimor, ai do të jetë rrugtimi i cili qytetarëve të Libjanit do t'ju sjellë mirëqenie. Faleminderit shumë. Urime fitoren zoti Buja, urime fitoren Libjan. Që me një duar trokitje të fortë ta përshëndesin djalin e presidentit Thaçi, zotri Endrit Thaçi. Dhe tani, me duar trokitje të fuqishme, me zemër plot besem, ftoj para jush kryetarin e arshëm të komunës së Libjanit, generalin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, zotri Shukri Buja. Fitoria është e jona, rikthimi i PDK-s në Libjan ka nisur dhe s'ka pushëndaj. Përshëndetje
Përshëndetje. Përshëndetje Libjan. Të nderuar qytetar, të nderuar anëtare, simpatizant të Libjanit, më lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim, në emër të strukturave të Partisë Demokratike, shtapit të saj zgjedhor, të përshëndes nga këtu presidentin e shtetit, Zotin Hashim Thaçi, dhe nderin që na e bëri sot djali i tij Endriti. Faleminderit. Më lejoni të përshëndes deputetin e nderuar, bashkëpunëtarin e presidentit, bashkëpunëtarin tim, Zotin Abelar Tahir, bashkëvuajtësin, bashkëluftëtarin tim, Zotin Elmir Iqiq, deputetin e nderuar, vajzën e bashkëluftëtarit tim, përshëndes deputetin e Libjanit, Zotin Qare, deputetin Murseli, familjet e dëshmorëve, në veçanti Milazimin dhe gjithsesi Mustafën, që sigurisht është këtu nonën e nderume, Gashi, dhe kryetarët e Partisë Demokratike të deri sotëm që po më nderojnë me prezent, zonjën Selvi Alimi, të nderuarin dhe të respektuarin Fitim Selimin, Zotin Eset Sahiti, që sot është edhe bashkëpunëtari unë me nismën social-demokrate, përshëndetje të veçantë, Zotin Hyzer Rizoni, i cili më dha udhë, bashkëpunëtarin tonë të AKR-s, Zotin Bekim Kozhani, kryetarin e Partisë Tashkalive për Integrim, Zotin Hetem Arifi, dhe gjithë ju, Libjanas të nderuar, që sonte jeni bashkë me ne. Po sonte nuk do të flas për 12 vite stagnim. Nuk do të flas për qeverisje familjare e nepotiste. Nuk do të flas për një pushtet të kapur dhe thellësisht të korruptuar. Jo, qytetarë të nderuar. Sonte do të flas për ju. Sonte do të flas për takimet që kemi pasur bashkë, për tubimet masive që më bët krenar, për tubimet dhe përkrahjen e jashtëzakonshme të kësaj mbrëmjeje, që më bën të besoj me gjithë qenjen time se fitoria është e jonja, fitoria është e numrit 291, fitoria është e Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Të nderuar qytetarë, unë po kërkoj votën tuaj, jo duke shpërndar mile vaj, jo duke hapur puse e shtruar rrugë private, jo me kërcënime e as me skandale, por me një program të qartë, të fuqishëm dhe të drejtë për 4 vite qeverisje, me arsim cilësor dhe të digitalizuar, sepse dia është orë për të ardhur, me shëndetësi të organizuar, për jetë të shpëtruara dhe një dignitet njerëzor, me zhvillim ekonomik e bujqësi të avansuar për mirëqenie reale, me ujë për çdo familje dhe ambient të pastër, me fushë sportive, me kulturë, me infrastrukturë moderne dhe funksionore, me universitete në Libjan që punojnë për studentët, me tregje ditore dhe transport publik të organizuar për qytetarët tonë, me rini të përgatitur për tregun e punës, të shëndetshme
dhe me arsye për të qëndruar në vendin e vetë. Të nderuar të pranishëm, unë nuk kam nevoj për ngjyra, nuk kam nevoj për kur themele mashtruese për një votë, sepse unë jam dhe të mbetem njëri nga arkitektët e veprimit klandestin për rrezimin e Jugosllavisë. Jam njëri nga arkitektët e luftës qërimtare, të ushtrisë sot të lavdishme. Jam generali i lirisë dhe njëri nga dërtuesit e shtetit të pavarur. Prandaj, sot me krenari dhe besim të palëkundur jam para jush me ekipin e fitores për zhvillimin e komunës tonë, për prosperitetin e saj dhe për ndërtimin që e meriton ky popull i Libjanit. Unë isha pjesë e një betejë për çlirim dhe dola fitues. Sot jam pjesë e një betejë për zhvillim dhe do të dalim bashkë fitues. I bindur në fitore, kërkoj nga ju, më jepni votën tuaj, më jepni mundësinë që bashkë me ju, bashkë me ndritin, të presim të lirë në airportin Adem Jashari, bashkëftarët tonë, presidentin tim dhe tuajin, zotin Hashim Thaçi. Nga këtu, me këtë provorim, i bëjmë të fola presidentit tonë, të presim çlirimtar, ju presim çlirimtar. Prandaj, votoni Partinë Demokratike, votoni numrin 1 dhe fitoria është e jonja. Faleminderit shumë, faleminderit Libjanat, faleminderit të gjithëve, faleminderit. Ftoj kandidatët për një fotografi. I mrija ku me rrug! I frokti! I frokti! Ja, prezë Matina! Tregoni pse keni dalë sonte? Me fish... Kena me fitorin e ato pistuna! I mrija ku me rrug! I frokti! I frokti! I frokti ku me rrug! Çka pritni prej Shukri Bujës? Fituri gjithmonë! Tu e di që Hashim Thaçi ka qenë gjithë për krasi Shukri Bujës. A e pritni kthimin e tij edhe ç'ish keni me... Shumë shpejt ku mu këthy generali! Çka pritni prej Shukri Bujës? Çka pritni prej Shukri Bujës? Diçka ba mirë. Çfarë mendoni që i mungon diçka Libjanit e që ka me e bo Shukri Buja? I mungon një ndryshim në të ardhmen. I mungon ndryshim më e mirë. Tu e di që ish presidenti Hashim Thaçi ka qenë për krahas i Shukri Bujës gjithmonë. A e pritni kthimin e tij ose ç'ish keni me e prit kur lirohet? Patjetër që i presum të gjithë ushtarët e UÇK-s që janë e Hagë padrejtësisht. Dy fjalë për Shukri Bujën që e përshkruajnë ata si person. Po Shukri Buja ka qenë para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës gjithmonë kontribues për shtetin edhe për ndërtimin e shtetit. Vazhdim të rrugtimit kur e ka lënë, domethënë kur e ka
humb mandatin. Gjithsesi, zhvillim, jo nepotizëm, punësim sipas meritokracisë, jo punësime partijake, zhvillim të arsimit, zhvillim shëndetësisë edhe projekte infrastrukturore e tjera. Kemi thënë edhe më herët jemi të parët në këto zgjedhje, po ne po presim me befasinë këtij viti, befasinë gjithë në nivel të Kosovës, po me këtë përkrahje që e kemi, me këtë angazhim strukturave tona që janë angazhuar të gjithë, që kemi pas dikur në kuadër të partisë, jemi bashkuar të gjithë, që të thomi stop këtij stagnimi dhe të vazhdojmë me një zhvillim të jashtëzakonshëm që e planifikojmë përmes programet i cili është palosur në gjithë territorin e komunës Kipion. Besojmë shumë në fitore dhe fitoren e kemi nduar tonë. Faleminderit. Në